Mi kthehemi live, do të kalojmë me njerë me lajmin e fundit, pasi është raportuar për të shtëna me armë zjarri pranë rreth rrotullimit të Rinasit, dyshohet për një të vrarë, por lidhemi me kolegen Alketa Shaba. Alketa, të përshëndet, çfarë ke mundur të mësosh nga kjo ngjarje? Ka patur, po themi, raportime të shumta, por çfarë mund thuhet me siguri? Të përshëndes, Gjoj, bëhet fjalë për një ngjarje kriminale, e cila sapo shënuar vetëm pak minuta më parë, pikërisht tek rrethi i aeroportit të Rinasit, vetëm pak metra larg aeroportit, ku është shëlluar në drejtim të një automjeti në të cilin dyshohet se udhëtonin 3 persona, një prej të cilëve fatkeqësisht ka mbetur i vdekur, i cili ka qenë i ulur në sedilet e përparme të makinës, ndërkohë që tjetri ka mbetur i plagosur. Pra kemi të bëjmë me një bilans, një person të vdekur dhe një person të plagosur, të paktën kaq kemi të konfirmuar deri në këtë moment nga policia sa i përket kësaj ngjarje. Është automjeti i cili ka qelluar në drejtim të këtyre personave është një automjet tip Toyota me targa greke, i cili është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes. Automjeti i cili ka qelluar ka qenë në lëvizje dhe ka qelluar më njëherë ka qelluar me plumb në kokë shënjestrën apo personin i cili ka mbetur i vdekur në vend. Se kush ka qenë shënjestra mes 3 personave që kanë qenë duke udhëtuar me këtë automjet, të cilin ne mund ta shikojmë edhe në planin që po paraqet Top News, ende nuk dihet, pasi si thash, një ngjarje e cila sapo ka ndodhur, në rast se ka qenë apo jo persone që kanë mbetur viktim, apo në rast se ka qenë persone që ka qenë i plagosur, kjo pritet të konfirmohet më vonë nga grupi hetimor. Ajo që kemi vetëm një informacion të shkurtër i cili na është përcjell nga policia, që thotë se në Rinas ka një ngjarje, por nuk ka lidhje sipas tyre me sigurinë aeroportin e Rinasit. Nuk kemi mundur dot ende të sigurojmë emrat e personave që kanë mbetur viktim dhe i plagosur, as iniciale të tyre, dhe aq më shumë as për autorët, pra se kush kanë qenë, pasi siç thash ka qenë një automjet tip Toyota me targa greke, ajo e cila ka qelluar në drejtim të automjetit tjetër që ka qenë po ashtu në lëvizje pranë rrethit të Rinasit, dhe më pas është larguar nga vendngjarja me shpejtësi, pavarësisht edhe, po themi, vënies në lëvizje në mënyrë direkte të policisë së Tiranës dhe policisë së Rinasit. Nuk është bërë i mundur dot lokalizimi i automjetit të autorëve për as identifikimi nga ana e tyre, pasi siç thash, një ngjarje e cila ka ndodhur vetëm minutat e fundit, do mbetet për në dorë të grupit hetimor tashmë të sekuestrojë të gjitha kamerat e sigurisë që janë në të gjithë, po themi, në të gjithë perimetrin e aeroportit Nën Tereza në Rinas, kamerat e sigurisë që janë të pikave të karburantit aty ngjitura, apo edhe të bizneseve të tjera rrotull, por nga ana tjetër edhe për të marrë në dëshminë të gjithë personave që kanë qenë të pranishëm, por nga ana tjetër edhe personat që kanë mbetur i plagosur, i cili pasi të marrë mjekim në spital pritet të japë ai dëshminë e tij sa i përket kësaj ngjarje. Siç thash, një ngjarje kriminale e cila sapo ka ndodhur, nuk dihen ende motivet dhe nuk dihet se sa persona kanë qelluar në drejtim të automjetit ku udhëtonin, dyshohet 3 persone, në rast se kanë qenë 2 apo më shumë autor të cilët kanë lëvizur. Ajo është skenari që kemi parë në çdo vrasje apo në çdo ngjarje kriminale, atentat apo një ngjarje të tipit mafios, kemi parë gjithmonë që autorët i kanë djegur automjetet që kanë përdorur në ngjarje. Nuk dim në rast se do të ndodh apo jo e njëjtë me këtë ngjarje që sapo ka ndodhur në aeroportin e Rinasit, por siç thash, në aeroportin e por si thash, tashmë policia është vënë në lëvizje për të parë në rast se do të kemi apo jo një lokalizim të autorëve, apo ndoshta edhe një kapje të tyre. Në fakt edhe në pamjet që po përcjell Top News shihet që ka edhe prezencë të punëtorëve të policisë në vendin e ngjarjes, ashtu si edhe persona të shumë që ndodhen aty, të cilat mund të kenë qenë dëshmitar në momentin që është shëlluar në drejtim të automjetit ku lëvizin këta persona, apo ndoshta edhe persona që janë mbledhur më vonë aty, por të gjithë kanë një rol kyç në zbërthimin ndoshta të kësaj ngjarje, apo për të zbërthyer dinamikën se si ndodhi, se si u qellua në drejtim të këtyre personave. Ajo që dihet është që nuk bëhet fjalë për një konflikt të çastit, nuk bëhet fjalë për një sherr i cili ka ndodhur aty për aty mes këtyre personave, por është një atentat mirëfilli, është një ngjarje kriminale ku, siç thash, deri në këtë moment fatkeqësisht ka prodhuar një viktim dhe një person të plagosur. Nuk kemi ende njoftim zyrtar nga policisë së shtetit për të parë në rast se kush janë pra dhe se cilës mosha i përkasin këta persona, i viktima dhe i plagosuri, por për të parë po ashtu edhe në rast se ka patur apo jo person të tretë në automjetin në të cilin është shëlluar, por nga ana tjetër edhe në rast se do të kemi ndonjë detaj paraprak nga ana e policisë së kryeqytetit mbi autorët e kësaj ngjarje.
E qartë, ndërkohë, Arketa, unë po t'jap kohë për të marrë tjera informacion, ndërkohë që mbetemi me këto pamje filmike që i përkasin, po themi, momenteve pak minuta pas atentatit, me njerë në vendin ngjarjes kanë mbërritur një numër i konsiderueshëm i efektivëve të policisë dhe njësive të tjera speciale. Shohin që këto moment efektivë dhe sigurisë janë përpjekur të thyejnë xhamin e përparëm të automjetit në dukje luksoz për të nxjerrë ndoshta personin e plagosur, por gjithashtu për të kuptuar dhe gjendjen e personit që besohet se ka humbur jetën. Sipas burimeve saktësojmë që, po themi, janë informacione të përcjella në mënyrë paraprake dhe mund të ketë edhe gabime në raportim, ndaj nuk do të themi në asnjë moment që po flasim me siguri për aq kohë sa nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet dhe burimet bëjnë me dije që një automjet i dyshuar me targa greke, që po themi edhe mjeti me cilin ka lëvizur autori i shoqëruar ndoshta nga bashkëpunëtor të tjerë në këtë krim dhe gjithashtu besohet që pas goditjes që është realizuar në rreth rrotullimin e Rinasit, një zonë ku gjithë e dim edhe nga eksperienca që mund kemi patur duke kaluar në këtë aks rrugor, prania e njerëzve është shumë e lartë dhe rreziku që të prekeshin edhe qytetarët pafajshëm është i madh. Nga burimet e deri tanishme besohet që mund të ketë qenë një ngjarje e mirë përgatitur për të shfrytzuar ndoshta informacionin që mund të kenë patur ekzekutorët, por siç e thash, nga momenti që është breditur ngjarja përmes burimeve tona, kolegët po mundohen që të marrin të gjithë informacionin e mundshëm për të përsëritur atë që të paktën raportohet, dyshohet për një person që ka humbur jetën dhe një person tjetër që ka mbetur i plagosur. Për këtë të fundit, dëshmitarët okular thanë se është nisur me shpejtësi me siguri drejt spitalit të traumës ose një qendre tjetër shëndetësore për të marrë trajtimin paraprak. Nuk dihet nëse ka mundur të mbijetoj. Goditja mendohet gjithashtu të jetë realizuar me një armë të tipit Kalashnikov në një distancë përgjithsisht e afërt dhe autorët që janë larguar në drejtim ende të paditur. Siç e thash, zona është blinduar nga autoritetet që i shohin pranishme dhe në këtë moment është bërë mundur dhe vendosje postbloqeve në pikat caktuara, ndërsa siç ndodh zakonisht kanë përshtypjen që po bëhet edhe krejë zone nga informacion që mund të merren në rrugë operative mbi autorët e mundshëm. Është një ngjarje, siç e thash, e rëndë, përveç faktit që kemi një jetë të humbur dhe një tjetër në rrezik. Goditja vjen për fat keq në një zonë shumë të populluar, po themi, nga qytetarë rastësor që mund të nisen drejt një shteti tjetër përmes fluturimeve në aeroportin e Rinasit dhe zona është gjithmonë, po themi, me një qarkullim relativisht të madh dhe padyshim mund të quhet një goditje e guximshme pasi përreth ka vazhdimisht element të shtuar të sigurisë në radhëpar të aeroportit të Rinasit, por gjithashtu dhe patrulla që qëndrojnë në afërsi. Ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga Policia e Shtetit se kanë përshtypjen ndodhet në terren për të bërë edhe hetimet e para në bashkëpunim me grupin hetimor që do të atashohet nga prokuroria. Kjo është video në fakt që ka mbërritur në redaksin tonë dhe që siç e thash tregon një përpjekje në urgjencë e sipër, ndoshta jo me mjetet më të mira të mundshme nga Policia e Shtetit për të thyer xhamin e përparëm të kësaj makine që thash bëri përshtypje
të gazetarët e llojit, po themi, luksoz nga ajo që mund të shquhet me sy të lirë. Dhe dyshimet fillestare, duke parë gjithë dinamikën, të çojnë drejt mendimit se mund të kemi të bëjmë me një ekzekutim tipik kriminal, mafioz, ashtu siç quhet, po themi, dhe në gjuhën e kolegëve gazetarë që mbulojnë sektorin e kronikës.